Kamera e televizionit Apollon ishte sot në qytetin e vogël të Belçit, një qytet që frekuentohet çdo fundjavë nga shumë turistë vendas, por dhe të huaj. Lokalet pranë këtij qytete janë të mbushur me njerëz që frekuentojnë në dritën dhe në rrezet e diellit të kësaj dite të Fitër Baramit, një nga ditët më të bekuar për besimtarët musliman. Belçi i traditës, Belçi i kulturës, Belçi i Naimit, Belçi i Skënderbeut. Ky është qyteza që sjell çdo ditë turizëm në këtë qytet kaq të vogël, por me njerëz mikpritësa që ruajnë kulturën dhe traditën në këtë qytet të zonës së Dumres. Investimet e viteve të fundit e kanë kthyer Belçin në një nga destinacionet më të rëndësishme turistike në Shqipëri, me 84 liçene natyrore dhe një peizazh mahnitës. Belçi po tërheq gjithnjë më shumë vizitorë, veçanërisht gjatë periudhës së verës. Natyra është treguar bujare me këtë zonë, por përmirësimet infrastrukturore dhe investimet e bëra nga Bashkia Belç kanë luajtur një rol kyç në transformimin e qytetit. Nga qendra e qytetit e deri tek atraksionet natyrore përreth, çdo aspekt i tij është zhvilluar për ta bërë më tërheqës për turistët. Qyteza e Belçit ka ndryshuar shumë vitet e fundit, duke marrë një kthes 360 gradë nga qendra e qytetit e deri tek pika turistike përreth. Sot Belçi është ndruar në një nga destinacionet më të rëndësishme turistike të Shqipërisë së Mesme, shprehen banorët dhe vizitorët. Turizmi një ditor është format më i zakonshëm i vizitave, ndërsa fundjavat, veçanërisht e shtuna dhe e diela, janë ditët më të frekuentuara nga turistët vendas dhe të huaj. Në këtë periudhë pranverore, turistët e shumë që vinë nga qytete të ndryshme shohin bukurinë natyrore të Belçit. Liçenet të mbushura me zambak dhe bimësi të gjelbër krijojnë një pamje prrallore, ndërsa shpendët e rosat e egra lundrojnë qetësisht mbi ujërat e kaltër të liçeneve. Investimet në buzë të liçenit kanë sjellë një ndryshim të jashtëzakonshëm. Kjo zonë tashmë është bërë një atraksion për turistët vendas dhe ata nga e gjithë Shqipëria, veçanërisht nga Tirana, shprehen vizitorët. Këto investime janë realizuar nën kujdesin e kryetarit të bashkisë Arif Tafani dhe kanë ndikuar ndjeshëm në rritjen e interesit për këtë zonë. Është një vend i mrekullueshëm, uji është i pastër dhe natyra është fantastike, doja sugjeroja të gjithëve ta vizitojnë, thot një nga turistët e liçenit. Nga 84 liçenet e Belçit, më i veçanti mbetet ai i Seferajt për shkak të historisë dhe legjendave që lidhen me të. Nga qendra e Belçit, për televizionin Apollon, Ndriçim Gjoshi.